Unë jo për çmimet që është menduri, po kam një problem tjetër që është menduri më shumë nga kjo. Po? Po. Kam Ta thoni? Do ta transmetoni? Shprehu, patjetër. Në kanal YouTube e ke në gjitha rrjetet sociale. Unë kam punuar në një vend burim nafte, në Ardenis të Fierit. Po? Pusi pa drejtësisht u quajt pusi e Enverit. Se mos e zgjat shumë, në përfundim të pusit, pusi dha naftë. Po? Unë kam qenë operator gaz o karotazhi, paguajshe 15.000 lekë në atë kohë, se e kam qua në SPAK e kudo. Këtë problem. SPAK-u e mbajti 7 muaj letrën, mbasi u zure me Sali Berishën atje në SPAK, ma ktheu brenda 5 ditësh. Do me qenë, them që dhe SPAK-u... Çfarë po kërkoni ty saktësisht nga kjo? Unë saktësisht kërkoj që këtë vend burim nafte ta marrë populli. Ka 3 miliard, po është blokuar me barit. Dhe i thoni janë bajnë këta? Po, në mos këta bashkëpunimin e dy palët. Shumë interesant. Edhe rofshik bashkë se. Jo, të lutem. Tani e kam quar kudo, në SPAK edhe kam këtu dokumenta, po të doni. Jo, s'është problem. Me nder nuk e Ti çajnë. ke çuar tek ata më të lartë, Po, sa do ne jemi media si që transmeton. Domethënë për këtë popull. Ligji bën të vetën. Për këtë qytetarit për çmime, për këtë popull nuk mendojnë as për çmime, as për jetën e tyre nuk mendojnë. Deshin njerëzit rrugës, lipi rrugëve. Çfarë të them? Po kjo është më e rëndësishmja, 3 miliard 888 milion në muaj i ikin këtij populli që ja ku qetra poshtë.